Përshëndetje nga unë Kleakita dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuar i radhës është Ardit Murja, i cili është boksier. Ai do ta flasë pak për sfidat, sukseset dhe ëndrat e tij në të ardhmen. Ardit, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jam shumë i lumtur që të kam. Gjithashtu. Tani për të gjithë ato që nuk të njohin, ose vetëm ato që të kanë parë si boksier, si je në jetën tënde reale? Jetën time reale për te boksit, disa e quajnë boksin agresiv, unë jam shumë i qetë, shumë i disiplinuar. Boksi është që t'jepi disiplinë, i qetësi shumë të madhe, kështu që nuk jam agresiv. Para se të merresh me boksin, çfarë karakteri kishe? Ishe agresiv? Jo, kam qenë i qetë, fëmijë lozonjar i çik, po jo agresiv. Çfarë mësove nga boksi? Boksi t'jep më shumë vetbesim, mbrojtje, disiplinë, karakter më të fortë. Disiplinë, kur thua disiplinë. Çfarë disipline duhet të ketë një boksier? Disiplina është gjëja më e madhe, që t'jesh i sportist elitar, disiplina është gjëja e parë që duhet të ketë. Disiplinë që nga pjesa e ushqimit, regjimit, dalja, domethënë mos dalësh, abuzimet, gjitha. I boksier elitar këto duhet i ketë primar, i sportist elitar. A gjithmonë e mban këtë disiplinën apo ka edhe ditë që Tani, për te asaj s'ka edhe momente që nuk ke gara, që je jashtë garave, që duhet ta lësh edhe pak mendjen, trupin të relaksohet, nuk jena gjithmonë se i bie gjatë gjithë vitit do rrish vetëm statik, vetëm me disiplinë. Disiplina duhet për në momentet e duhura. Sa vite ka që merresh me boks? Unë me boks kam 18 vite që merrem. Ke pasur ndonjë moment të vështirë kur ke menduar ta lësh boksin? Ka qenë ajo mosha 17-18 vjeç që sapo fillosha duke u rrit, rrethi i shoqëror filloi duke u rrit, të ardhurat nga boksi nuk ishin aq shumëta, kështu që ajo ka qenë periudha për mendimin tim që isha më dyshje ta vazhdoja apo ta leja. Nëse flasim për të ardhurat, sot konkretisht sa mund të fitojë një boksier? Ka të ardhurat të kënaqshme? Për i sportist që është niveli i lartë, domethënë me të rriturit, që ose je kampion shqiptar, merr rrogë nga bashkia për i vit, janë as shumë të mëdha, as shumë të vogla, por që kalojnë. Unë jam edhe trajner të palestrat Titans, aty ku stërvitem të palestrat të Utës, Durrës, jam edhe trajner personal training, kështu që kalon, domethënë kam edhe diçka tjetër përveç pjesës së boksierit. Ti si trajner, çfarë u thua çdo ditë sportistëve që vinë të praktikojnë tek ti? Po them që të largohen nga veset e këqija, larg duhanit, larg sherrave, është i sport që t'jep besim, t'jep vetmbrojtje, kështu që nëse ka edhe një fëmijë agresiv, aty kur vjen te boksi bëhesh më i qetë, më i disiplinuar, i harro gjitha, edhe je ti edhe thesi, nuk ka më tjerë. Kështu që je më i qetë në jetën e përditshme në rrugë. Deri në çfarë moshe nisin? Zakonisht të praktikojnë boksin? Zakonisht fillon nga mosha 7 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç, që marrin më tepër edhe si lojë, edhe si argëtim, marrin edhe pjesë disiplinë e boksit që ta kenë si kulturë pjesën e sportit që i vogël. Kurse mosha më perfekte që i kupton gjitha, besoj është 12-13 vjeç, që i më i rritur i kupton gjërat pak më mirë. Në fakt, kur themi boks, thjesht e dëgjojmë, mendojmë të gjithë se është diçka, një sport shumë i rrezikshëm. Kjo është pyetje që më ndodh ta dëgjoj shumë shpesh. Nuk është sport, domethënë shumë i rrezikshëm, sepse në boks ti mëson të mbrohesh, të godasësh, të shmangesh, të lëvizësh, edhe në ring je ti edhe kundërshtari. Nuk ka më të tjerë. Kështu që ti je përgatitur për atë punë që do mbrohesh, do ikësh mbrapa. Është shumë e thjeshtë, ti dhe ai. Ne folëm vetëm për benefitet që ka boksi. Cilat janë rreziqet që sjell boksi? Rreziqet janë, domethënë, ndeshje mund dëmtohesh, ka raste që para ndeshjes ose gjatë ndeshjes mund të marrësh i goditje që mund të çash pjesën e syrit, vetëllës, varet si të kap, mund të çash pa dashje edhe me bryl nga kundërshtari, me kokë. Janë pjesë e lojës, janë pjesë e boksit. Edhe unë kam pas disa momente në boks që jam çar gjatë garës. Për fat mirë nuk është ndërprer ndeshja, sepse po patë gjatë rrjedhje të madhe ndeshje, ndërpritet ndeshja. Për fat mirë nuk isha shumë edhe e kalova. Le të ndalojmë pak tek goditjet në kokë. Sa të rrezikshme janë dhe cila është pjesa ku është më e rrezikshme nëse të godasin në kokë?
Çdo goditje është e rrezikshme, sidomos pjesa e kokës, është i kokë, sado që mbrohesh, tronditjen e merr. Pjesa më e rrezikshme për mendimin tim është pjesa që ha goditjen mjekër ose goditjet që nuk lejon po mbas koke. Ato janë më të rrezikshme. Çfarë të sjell goditja në mjekër? Goditja në mjekër të sjell knockout-in që flen gjumë. Është një lloj goditje që unë deri tani s'e kam provuar, shqyr zotit, edhe shpresoj mos ta provoj. Është një goditje që e han, domethënë dy luftime sipër, kapi goditje këtu mjekër, bjen tokë për 10 sekonda, varet. Gjendje të fikti. Gjendje të fikti, zgjohesh, edhe vazhdo prapë. Arbitri ka drejtën ta ndalojë ndeshjen, nëse të shikon mirë, mund t'japi edhe një mundësi tjetër, po për mendimin tim kur bie knockout frikshëm, është më mirë që arbitri ta tërheqë sepse po e hongri prap herën e dytë knockoutin mund të ketë pasoja, domethënë më të rënda. Si për shembull? Për shembull, domethënë nuk e merr dot veten, mund të kalosh domethënë në gjendje pak më të rëndë, se varet herën e parë nuk e rën. Je në gjendje knockouti akoma, nuk e ke marr veten. Le të flasim pak për karrierën tënde. Unë dua të di se cili ka qenë momenti më i vështirë, ndeshja më e vështirë që ti ke përjetuar. Ndeshja më e vështirë edhe do të thoja më shumë emocione ka qenë ndeshja që kisha në 2025 në Dubai me një kampion olimpik, ndeshje për titull Europe me 8 raunde. Nuk arrita të fitoja, bëra më të mirën time, bëra 8 raunde, kështu që ajo ishte ndeshja që nuk kisha më shumë emocione gjatë gjithë karrierës time. Ishte një ndeshje që kisha aty prezant, kisha edhe boksierët më të mirë të botës, siç ishte Bivol, Crawford. Ishte një nga emocionet më të mëdha që kam përjetuar ndonjëherë në këto 18 vite boks. U ndjeve krenar, pavarësisht se nuk fitova? Pavarësisht që nuk fitova, ndjeva krenar sepse arrita të bëj 8 raunde me super boksier të nivelit më të lartë që ka bota. Për fat mirë, bëra 8 raunde, kishte boksier të tjerë, po në atë mbrëmje që bishim me knockout, unë shqyr zotit nuk rash, bëra më të mirën time, u servita shumë fort. Ajo ka qenë dieta edhe pjesa më e gjatë e karrierës time, që kam pasi regjim për gati 3-4 muaj, vetëm servitje, regjim, bosha 2 seanca në ditë, falë edhe profesorit tim Anton Kikri, bëra më të mirën time. Në fakt, doja të di se sa përkushtim kërkon boksi. Boksi doj përkushtim shumë të madh, po të bësh boks, domethënë duhet t'i lësh ca gjëra më njanë, atë përkushtohesh te boksi, sepse është një sport që kërkon shumë vullnet, disiplinë, kurajo, është shumë i vështirë, po ta bësh, po që do shumë gjëra. E kuptoj. Kush ka qenë personi i parë që ka besuar tek ti? Personi ka qenë familja ime, personat e parë, sidomos 2 vëllezërit që i kam më të vegjël, edhe ato kanë qenë me boksin, po ato për fat keq e lanë, vetëm unë vazhdova, ato kanë qenë, domethënë që më ka dhënë kurajo, kanë qenë mbështetja ime më e madhe. Po, tani nuk e di si i ka marrëdhëniet me maman, po zakonisht mamat janë bëhen merak, domethënë për hiç asgjë, jo të shkosh ti në ndeshje boksi ku dije që edhe mund të dëmtohesh, fiton s'fiton. Si i ke pasur, si ka qenë ky raport? Është shumë e vërtet. Mami im, nga 18 vite që kam bërë boks, mami vetëm një herë ka ardhur në pa ndeshje, edhe atëherë kur ka ardhur ka qenë me kokën poshtë, më ka thënë vllai që i kena thënë çoje kokën se mbaroi arditi. Është person shumë i ndjeshëm mami, nuk më ka pa asnjëherë ndeshje, edhe ajo është domethënë që e ka mendjen tonë. Imagjino kur kena qenë të 3 në boks, i të rruri, po tani është pak më e qetë, domethënë janë vetëm unë. Po është mësuar, se kena shku, domethënë janë arrit me dëmtime, me çarje, po besoj e ka kaluar atë lloj pjese. Ti the që mami ka ardhur vetëm një herë të më shikoj. Kush ka qenë personi që ka qenë në çdo ndeshjen tënde? 2 vëllezërit e mi. Familja, përveç babi ka qenë çdo ndeshje time, atë kam suport më të madh, 2 vëllezërit. Shokët e mi që duhet t'i falenderoj shumë, jena i grup, jena i familje madhe në palestrën tonë Titan Skym, që përfaqësojmë të udhën, jena i familje madhe që në çdo pjesëtar i asaj palestre shkon për të mbështetur boksierin që ka atë ditë ndeshje. Tani ti ke bërë ndeshje boksi. A ke pasur ndonjë kundërshtar që në të vërtetë ka pëlqyer, pavarësisht se e ke pasur kundërshtar, po të ka pëlqyer mënyrën se si ka performuar? Nuk mund ta quaj që më ka pëlqyer, por që ka dalë ndeshje e bukur.
Domethënë Me kë? kena pas si nivel, domethënë të dy lloj, janë dy, domethënë është një nga Vlora edhe një nga Tirana. Pavarësisht asaj se ne jena shok, aty në ring bëjmë boksin ton, po kur mbarojmë ndeshjen takohemi, dalim pim kafe. Sa e vërtet është kjo shoqëria? Shumë e vërtet, më e vërtet se ç'mund ta mendosh. Është për te asaj se ti në ring do bësh detyrën sepse do të shpallësh kampion kombëtar për vitin kalendarik që do bësh atë vit ndeshje, po për te asaj gjithçka lehet lart në ring. Fiton më i miri, ti pastaj takon del pi kafe, nuk është se mbaj natë më ri, sepse ka fituar vërtet më i miri. Tani do më thuash një emër boksieri shqiptar që pëlqen më shumë dhe një të huaj. Tani, boksieri më i mirë shqiptar për boksin amator është Alban Beqiri, një nga boksierët që ka arritje më të madhe në boksin olimpik, që ka dalë i tretë në kampionat botror në Serbi, ka ngrit flamurin. Ai është, domethënë, niveli më i lartë që ka arrit boksi nga Alban Beqiri. Ai është edhe shoku im, edhe atë e kena si idhull gjithë që duhet ta marrë. Florian Marku. Është boksier i mirë, kaq. Unë do thoja shumë i mirë. Mendimi yt, sepse nuk e njeh ai sa duhet boksin. Që njoh. Çfarë bën gabim ai? Nuk po them që bë gabim, është i mirë, por aq sa bën, sa arrin, nuk mund të them diçka më shumë. Në këndvështrimin tim ai është shumë i mirë. Unë atë Mund do ta specifikoja si bokserin më të mirë në Shqipëri. Unë nuk mund ta quaj sepse ai s'ka bua asnjëherë ndeshje të përfaqësoj flamurin, domethënë ndeshje olimpike që ajo djepi i boksit, nga aty do niset, siç janë gjithë nëse ti ke ndjek Usyk, Lomachenko, gjithë janë boksierë më të mirë që e kanë nis nga djepi, domethënë boksi olimpik është AIKA. Edhe ai nuk ka bërë asnjëherë ndeshje, ka qenë kickbokser, ka kaluar në boksin profesionist. Pjesa e boksit profesionist është diçka tjetër, është temë tjetër. Tani unë dua të dal prapë tek ti. Cila është ëndra më e madhe që nuk e ka arritur akoma në boks? Ëndra më e madhe si çdo sportist, domethënë, për te janë në dy disiplina, në boksin olimpik, që është të marrësh medalje europiane ose botërore ose të kualifikohesh për olimpiadë, edhe në boksin profesionist është të bësh ndeshje për titull bota, edhe pse jo të marrësh titullin që të takon, që të jesh i pari në botë për peshën tënde. Nëse do bëje një ndeshje dhe do fitoje, këtë fitore, domethënë do realizoje këtë ëndrrën që kishe, kujt doja dedikoje? Në radhë parë doja dedikoja vetes time për gjithë sakrificat që kam bërë, gjithë mundin. Pastaj është familja, trajneri që s'duhet të harro, sepse ai është në çdo moment me ty. E ke si vlla, si prind, është gjithmonë me ty në ditët më të mira dhe më të këqija të tuaja. Edhe gjithë njerëzit që të më mbështesin. Tani para se ta mbyllim të muhabetin e boksit, do doja t'ju jepje të gjithë të rinjve një këshill për boksin. Një këshill, domethënë si trajner që je. Mos ta marrin për te asaj se janë disa prindër që boksin e shohin shumë të dhunshëm, nuk është aq i dhunshëm sa duket. Është sport që të jep disiplinë, të jep karakter shumë të fortë, të mësos si të mbrohesh edhe si të jesh më i qetë, domethënë në sherrë gjatë rrugës që mund të ndodhin në Shqipëri që janë pak të shpeshta, të jepi disiplinë më të qetë edhe të bëhet të shkosh jo i hap mbrapa, po 2-3. Tani një sqarim. Ky sport është vetëm për burra apo dhe për femra? Se në Shqipëri besoj është pak tabu që një vajzë të jetë boksiere. Nuk, tani këto kohë të fundit kanë ndryshuar në kampionatet shqiptare që bëhen kampionatet shqiptare, ka edhe boksiere femra, nuk është aq tabu sa çka që më përpara, ka ndryshuar. Nuk është e vështirë, thjesht është që vajza mos ta ketë atë mendjen si do e gjykojnë nga jashtë. Nuk është se është ndonjë tabu e madhe, ka ndryshuar koha po ecën, koha po ndryshon, nuk ka më tabu. Tani këtu në Vibe, ne nuk i lejmë të ftuarit me ik, pa bërë pak pyetje ngacmuese, pyetje pak më personale se profesionale nga ajo çfarë përfaqëson ti. Tani, para se të nisim bisedën, çfarë pëlqen, kush pëlqen, si të pëlqen, do të nisim me një pyetje shumë të thjeshtë dhe shumë konkrete. Zemra jote si është momentalisht? E lidhur shumë fort. Nuk ka nga të shkoje. Me boksin? Me boksin po edhe për te boksit. Domethënë jam në lidhje. Je një lidhje dashurie.
normal. Si është të dashurosh një boksier? Sa dashuri fal boksieri? Sa romantik është? Ajo është edhe me persona, domethënë varet. Ke edhe boksier domethënë që janë pak më ndrojtur, që mund të jenë romantik, po mund të japin dashuri shumë, ke nga ato që e tregojnë shprehje. Ti si je? Pak nga të gjitha, mix. Mix. Je xheloz? Aty ku duhet, po. Ku për shembull bëhesh më shumë xheloz? Po, tani varet, nuk mund t'i specifikoj dot. Po tani, rasti i fundit, do na thuash rastin e fundit që e bërë xheloz. Për çfarë arsye e bërë xheloz? Po nga i herë bëhen edhe për gjëra, domethënë pak koti, po te gjërat pak më, si mund ta them, nuk e di si mund ta quaj, po jena xheloz. Je xheloz. A është vështirë që të mbaj një lidhje një boksier, duke qenë se ka dhe angazhime, tashmëtie dhe trajner? Besoj që jo, nëse ke i partneri që të kupton, besoj. Sa xheloz është partnerja për ty? Edhe ajo ndoshta më shumë se sa unë. E duron dot xhelozin? Po, nëse nuk ka për të pas xhelozi, domethënë për te me do e duroj, kështu që s'është një problem. Jam edhe tip durus i qetë. Nuk Sa jam. duron? E ke nga boksi këtë qetësinë? Po, nga boksi, po, që kur kam hyrë në boks, e kam nga boksi, ta jep i qetësi vetë besim, domethënë më të shumë se ç'duhet. Unë dua të pyes, sa herë dashuron njeriu? Siç e thon gjithë i herë një jetë, kështu që Domethënë kjo është dashuria jote e parë? domethënë unë thash jam lidhje, po unë jam i fejuar, kështu që Është dashuria jote po, e parë? dashuria ime e parë. Të kanë tradhtuar ndonjëherë? Besoj që jo. As nuk kam tradhtu, as nuk më kanë Sa tradhtu. i sigurt je që nuk ke tradhtuar? Shumë. Unë e di veprimet e mia ç'a bëj. Varet pastaj çfarë mund të quash tradhti. Tani me që ti the tani dole që je i fejuar. Po. Je një hap Po më pranaj lart. thash jam shumë, unë e bëra. Kur i kemi planet për martesë? Akoma se kena nda, ndoshta këtë vitin tjetër. Do me thënë një tip që nuk ec me plane. Jo, domethënë dali kur dali. Familjen e do të madhe apo të vogël, sa fëmijë do rish me mamin dhe babin? Pra na jep pak më shumë detaje që të dim një boksier se sa tradita dhe norma mban një Po. boksier. Po tradita dhe norma varet, domethënë si s'do jenë, se nuk është nëse unë të zëm dua i fëmijë 2, unë doj partnerja më shumë, kështu që varet. Po që për Ose e te kundërta. asaj, po, ose kundër, për te asaj, domethënë t'jena mirë, po diku te 2 deri në 3. Boksier? Edhe boksiere, kam qef që ta Ti ke. fusesh në boks. Nuk duhet të Ta jam lesh trashëgimi? domethënë jo që t'ja le trashëgimi, po që thjesht të bëjnë i sport, çado lloj qof. Nuk duhet të them se jam vetëm me boksin që të vazhdoj boksin, po që ta kenë si disiplinë pjesën e sportit, çfarë do qof. Po që qef kisha domethënë pse mos më i fut edhe në rrugën e boksit. Nëse kanë qef ta vazhdojnë, nëse jo, mund të tërhiqen. Pavarësisht se jam i çik natyrë që nuk du t'i lej gjërat që tërhiqen, nuk jam tip që bëjmë mbrapa, domethënë te pjesa e karrierës, po që është pjesa atyre. Të na thuash gënjeshtrën e fundit që i ke bërë të dashurës tënde. Gënjeshtrën e fundit, Mund të jetë ndonjë gënjeshtër kot kështu, gënjeshtër e bardhë, sa mos më u zën. prej like, E bëre pa dashje po besoj. pa dashje, Pa dashje. gjithmonë pa dashje. Çdo gjë pa dashje. Tani kemi edhe një rubrikë tjetër. Duhet të përgjigjesh me një herë dhe nuk duhet të thush jo po nuk e di apo se di apo e maj men, se maj men, e kupton? Atëherë, Okej. personi i fundit që ke kërkuar në Instagram. Ti, Emri i personit të fundit që të ka thyer zemrën. asnjë. Jo vetëm dashuror, e kupton? Që më pas. Nuk jam tip që domethënë si vetë zemra për gjëra, kam rrethin, prandaj po them janë disa pyetje që asnjë. Të ka bllokuar ndonjë ish partnere? Nuk i shoh, nuk i ndjek. Ke dërguar ndonjëherë mesazh dhe më pas e ke fshirë? Vite më përpara, po. Ke gënjur ndonjëherë për moshën? Aty ku ka qenë për të gënjur, pse jo? Cili është sekreti që shokët e tu nuk e din? Sekrete. Besojnë shoqëri shumë të afërt nuk ose i mbajmë sekreta njëri tjetër. Kush të një më mirë se të gjithë? Vëllezërit, Cili është zakoni yt më i keq? zakoni im i keq. Nuk e di. Zakon që mund të quaj.
s'po kam në një Tani zakon. të një të keqe që ta kanë vënë në dukje, ose je shumë xheloze, ose je shumë impulsiv, vërtet shpejt. Keqe do më thonë për te asaj, do më thonë edhe kur e bëj gabim diçka që më ka vënë dukje, nuk e pranoj, du ta kaloj, forcia jote. du ta kaloj pak shumë. Çfarë nuk do doje të pyetej sot? Besoj jam tip që të më pyetet çfarë doj, i kaloj. Okej. Tani jemi në rubrikën tjetër, do zgjedhësh vetëm një alternativë. Dashuri apo karrierë? Dashuri. Fitore me nokaut apo fitore me pikë? Tani, gjithë e kërkoj nokautin, po nuk doli dhe fitosh me pikë. Prandaj janë disa pyetje. Stërvitje në mëngjes apo në darkë? Të dyja. Talent apo disiplinë? Disiplinë. Para apo famë? Famë, se po ta kesh famën dhe i bosh edhe parat. Strateg. Familja apo shoqëri? Familja. Vajzë e qetë apo vajzë xheloza? Pak nga të dyja. Bjonda apo bruna? Çfarë do që tjetë? Bjonda apo bruna? Bruna. Lidhje serioze apo jetë beqari? Ta thash jam lidhje, kështu që lidhje. Nuk e doje. Puthje në takimin e parë apo jo? Varet nga situata. Ta falësh rastin apo të largohesh? Largohem, edhe mbaj inat shumë. Të shkruash i pari apo të presësh? E kam këtë vezë, do më thonë që shkruaj i pari. Po mirë, çunje tani ti. Po mirë, po. Çuna duhet të shkruajnë të parët. Po varet. Po jo, ndryshojnë. shumë abet na janë bëcuna çunat princesha. Po jam, po flasim për çuna princeshe. Pra se shkru djali, të mirë, shkruash duhet ta shkruaj. marrësh mundimin tani përderisa një marrëdhënie djali duhet të shkruaj pari, ç'a janë to çuna? Po, varet. Vetëm presin. Varet nga situata. Jo, fare zero, çuni duhet të Po shkruaj gjithmonë pari. çuni do bëj hap për para. Njëherë duhet edhe ju që na jepni më shumë besim, na jepni më shumë. Po, normal. Okej. Instagram apo TikTok? Instagram. Mesazh apo telefonat? Më mirë telefonat. Pse? Më mirë telefonat. Okej. Më shprehesh. Romantik apo rebel? Romantik. Det apo mal? Të dyja. Makinë apo motor? Makinë. Kostum apo veshje sportive? Unë jam mësu gjithë jetën me veshje sportive, po do thoja në herë edhe Po kostum. duhet një herë kostum. Mbrëmje në klub apo dark private? Do më thonë në dark, jo në klub, s'm pëlqej. Mbrëmje private, dark private, okej. Të duan apo të respektojnë? Respekt. Një dashuri e madhe apo shumë aventura? Dashuri e madhe. Të humbësh një ndeshje apo një person të dashur? Fare, nuk e di çfarë lloj pyetje, çfarë personi dashur. Për ku? Po një shok, jo të vdesi, jo të vdesi. Po më pranë po të Të them. dashurën, ndonjë shok. Me hum deshin. Sepse na Varet çfarë shikojnë. ndeshje. Na shikojnë. S'ka gjë, jo, qenë strateg kështu. Po duhet me qenë Dibran më. Dibran, thash tani. Okej, kampioni më i mirë apo partneri më i mirë? Të dyja. Jo, njërën tani. Familja është mbi gjitha partneri më i mirë. Sa partneri i mirë je ti? Nga 1-10, 11. Të godasësh apo të godasin? Ku? Në zemër, në dashuri, në jetë reale, ku? Ku të godas, apo të më godasin? Zgjidhe vetë. Nuk e di. S'kam pranë po të them ku. Në dashuri. Më mirë t'i lejt tjerë të gabojnë. Të godasin. Jeta vazhdon. Arditi në ring apo arditi i dashuruar? Të dyja. Super fare. Mua më pëlqeu shumë intervista bash, nuk e di për ty. Tani,
Ne duam jo, nuk ka dashuri, për dashurinë mësuam. Gjithashtu për doja, preferencat mësuam. për te asajn, edhe në boksin profesionisht kisha të bëja edhe 2 falenderime. Pa. 2 ose 3 nga shokët e mi më të mirë që i kam edhe sponsor general në ndeshjet e mia. Në boksin profesionist që është diçka ndryshe nga boksi amator që ka kosto më të larta, më të mëdha, duhet të falenderoja Kelly Stresin, Mërgym Biberin dhe Alban Hysen. Janë 3 shokët e mi më të mirë që më kanë suportuar ndeshjet e mia dhe ju jam shumë mirënjohës atyre dhe shpresoj që flamurin shqiptar edhe sportin që unë bëj t'i nderoj. Që i përshëndesim çunat. Tani do na tregosh disa teknika, le ta quajmë? Teknika. Do më mësu ti boks? Po, do të mësoj boks. Po, je pak vonë. Pse mëre? Nuk është kur vonë. Tani, mbajtja e duarve duhet të jetë? Duart grusht, kishtit, jo këtej, po këtë shu. Okej, bravo. Okej, tani habi pak këmbët pozicion, që të kesh sa gjerësi e shpallave, të kesh bazament, që mos t'i kesh majtës djathës. Duret këtu te faqa, që të mbrosh faqe mjekrën. Do gjush të majtën tani, të majtë, edhe rrim. Okej. Shumë bukur. 1. Tani do gjush të majtën, do shmangesh nga ana djathë, vetëm pak, shmange, do gjuash po djathën. Do me thënë, gjuan, shmangesh, moment që unë do gjuj, ti do shmangesh e do gjuash djathën. Të majtë, shmangu, hop, djathë. Ull gjunjët, hop, të majtë djathë. 1, 2, ja. Ka që thjesht është, u bërë boksiera. Tani, ju them të gjithëve kujdesni nga unë, sepse jam bërë një boksiera. Po që t'jesh i boksier, do t'jesh edhe disiplinuar, jo që të bësh ndeshje në rrugë. Kjo ishte një këshill shumë e bukur, jo çdo kush mund të jetë boksier, sepse duhet të jetë i disiplinuar. Ardit, unë të falenderoj shumë dhe kjo ishte mbyllja më e bukur e këtij programi. Faleminderit për ftesën edhe mos bëj shumë sherrë në rrugë. Ishte një këshill. Se do na nxjerrësh namin që Arditi mëson për më udhëzon në rrugë pastaj. Falenderoj shumë dhe të uroj shumë sukses, ishte kënaqësi. Gjithashtu. E dini me kë jam? Përshëndetje. Me Elena Demollarin. Elena, përshëndetje. Përshëndetje Klea, faleminderit për ftesën. Nuk ke pse të më thuash më faleminderit për ftesën, as nuk kam pse të të them faleminderit që erdhe, as nuk kam pse të të them mirë se erdhe, se tashmë do jesh 2 herë në javë. Po, normale, do jetë sa je. Një super lajm për të gjithë ju ndjekësit e Elenës dhe të gjithë ju që e pëlqeni Elenën. Por ne do të kemi një rubrikë tjetër. Të gjithë ato që duan që Elena të shikojë marrëdhëniet e tyre, të shikojë në lidhje me jetën e tyre personale, ne do të lëmë një numër kontakti ose mund na shkruani në rrjetet sociale, mund na telefononi, do ta bëjmë live të gjithë sqarimin e historisë që ka personi në fjalë që do na kontaktojë. Po. Ky është super lajm. Lajmi më i bukur i ditës besoj ky është. Apo ja. Sidomos do jenë shumë kurioz njerëzit. Edhe telefonat live. Se më kanë ardhur, e din ti sa mesazhe më kanë ardhur, moj, thuajt më shikoj mua. Edhe janë shumë xheloz kur ti më shikon vetëm mua dhe thon, pse mos na shikoj vetëm ne? Okej. Edhe prandaj po e bëj këtë. Do jesh shikoj vetë dhe personave të tjerë që do na kontaktojnë. Po. Pra, e gjithë thelbi situatës, e gjithë gjëja është se ne do të kontaktojmë direkt nga studioja, pa fytyrë, pa imazh, pa dalë se kush është ai person që na kontakton. Jo, absolutisht, vetëm me zë. Vetëm me zë. Do ruajmë privatësinë. Bravo, jeni të sigurt pra. Si me Elenën, po ashtu dhe me emisionin Vibe, ju e dini se Vibe me Klea Kicën është më i sigurti, më i besueshmi dhe më i bukuri. E kush mund ta bëjë më bukur se Klea Kicja në Vibe? Atëherë Elena, ta sqarojmë pak se për çfarë do flasim sot. Ne javën që shkoi kemi folur pak për magjitë e zeza. Po. Moj sa më kanë pyetur. Po. Merre sërish Elenën. Moj të flasim për kripën e zezë, të flasim për mallkimat. Po unë akoma nuk e di, tani më falni për ignorancën. Unë po të marr më shumë jo për të informuar publikun, po për të më informuar edhe mua. Çfarë është kripa e zezë? Kripa e zezë, po flas këto, është përdorur që në kohën e lashtë dhe është përdorur për magjitë e zeza për mallkimet, ndikimet ose do të thënë kripa e zezë ka erdhur nga India, nga Japonia ose nga kripa e Himalajës që mund të jetë në ngjyrë gri ose në ngjyrën e zezë ose në ngjyrën e
ngjyros, do të thënë zakonisht e kam përdorur ose për të larguar ato energjitë negative, ose për të bërë një mallkim mbi një person që nuk ja do të mirën. A mund t'i ndajmë kripën e zezë ushqimore nga ajo që përdoret në këto teknika të magjisë? Atëre, shiko, se krip të zezë tani mund të thonë që shiko se ka edhe krip deti që shkon dete e merë, por çdo gjë ka të vetën. Do të thonë janë pjesërisht këto gjërat që mund të jenë dhe magji e zezë nuk gjenden në Shqipëri. Do të thonë mund të jenë edhe jashtë shtetit, sidomos këta e përdorin shumë nigerianët që bëjnë magji ose afrikanët e përdorin shumë. Se krip të zezë mund të gjesh edhe në çdo dyqan, në çdo dyqan. Si përdoret kjo në rituale? Unë për vete nuk e përdor, për me të dëgjuar përdoret në anë të qërinjve, ndizet ose siç e thoshin plakat e vjeta më përpara që shiko se më ka hyrë, jam e fejuar, e martuar, më ka hyrë një person i tretë në familje, ose ajo sa herë që vjen më plas sheri, më i dhin çik të krip të zezë te dera dhe të largohet, që mos të vi më. Kripa zezë për çfarë është konkretisht? Çfarë lloj magjie? Hyn te magjitë e zeza, do me thonë hyn te këto ritualet okulte, ritualet santanike për të bllokuar një njeri ose për të mallkuar një njeri. Që të japësh një mallkim personit që mos i eci si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre të dashurisë, si në biznesin e tyre, ose në shëndet. Nga kush përdoret? Nga magjistarët vetëm? Zakonisht përdoret nga magjistarët. Çfarë dëmtimesh mund të kenë njerëzit që nuk dinë ta përdorin? Do me thënë shkoj unë, thjesht blej kripën e zezë dhe dua t'i bëj vetë ritualet. Nëse ti shkon e blen kripën e zezë, bën ritualet, ajo energjia që është të kthehet ty. Dhe nëse ti bën një mallkim për një person, ai mallkim të kthehet ty. Do me thënë kthehet nga mua. Po, do me thënë janë posaçërisht janë, ne kemi folur edhe radhën e parë që janë posaçërisht magjistar që kanë mbaruar dhe shkollën e magjisë, që mund të jenë profesionistë, se tani magjistar mund të bëhet çdo njeri që do të jetë magjistar, por është gjë e kohë, duhen të jenë profesionist për atë punë. Më kuptoj. Tjetër me çfarë shoqërohet? Më jep pak më shumë detaje rreth magjisë me kripën e zezë. Shiko, nga që kam dëgjuar për magjinë e zezë, magjia e zezë bëhet ka magji që mund të bëhet me lloj-lloj, tani mund bëhet edhe me qerin të zi që të bllokon. Mund të bëhet edhe një ritual, mund të bëhet edhe një ritual santanik, por janë gjëra që janë shumë të thella, do të thonë janë gjëra mistike. A është një traditë e vjetër kjo apo një praktikë që është përhapur kohëve të fundit në rrjetet sociale, kjo e kripës së zezë? Shiko, kjo ka qenë në kohën, do të them, ka qenë një traditë e vjetër popullore, se në çdo shtëpi, thoshin që shiko se tani edhe kur bëjmë ato pjesën e domateve i jedhim krip, ose pjesën që bëjnë specët i jedhim krip, në çdo vend dhe djatin kur e bëjmë i jedhim krip. Do të thosh çdo gjë ka të traditën popullore, dhe kjo ka qenë një traditë shqiptare popullore. Se kripa mund të përdoret dhe për mirë dhe për keq. Pse përdoret pikërisht ngjyra e zezë? Ngjyra e zezë do të thonë për të sjellë një fatkeqësi në shtëpinë tënde. Çfarë përfaqëson kripa e zezë në botën e astrologjisë dhe eskorcizmit? Shiko, këto janë dy gjëra janë krejt të ndryshme, se nuk në astrologji nuk përdoret kripa e zezë dhe në eksorcizëm. Nuk përdoret, do me thënë, nuk janë gjëra. Se në astrologji përdoren vetëm letra tarot për të parë energjinë e personit, kurse në eksorcizëm janë fusha të ndryshme. Se unë si astrologe mund nuk të bëj fushën e eksorcizmit. Do me thonë janë fusha të ndryshme, krejtësisht të ndryshme dhe nuk kanë ngjashmëri. Do me thonë nuk përputhet një eksorcist me një astrologe, më kupton? Kjo lloj magjie përdoret më shumë për mbrojtje apo për të dëmtuar dikë? Shiko, zakonisht magjitë e zeza janë për të dëmtuar personat, ose janë posaçërisht persona të lig për të bërë të keq, ose janë zemër liq për të bërë keq. A përdoret për të prishur ndonjë lidhje dashurore? Ka, do të thonë edhe për çifte që janë martuar dhe janë ndarë dhe për lidhjet dhe për lidhjet dashurore që kanë lidhje.
A përdoret për rituale në xhelozi, ndarje ose Po, hakmarrje? përdoret, sidomos kripa e zezë përdoret xhelozi, hakmarrje, ndarje. Hajde se unë do i bëj një ritual, mos e do shkoj te shtëpia, t'jedhi pak krip të zezë ta largoj, do të thënë. Këto janë gjëra që bën njerëzit që janë xheloz, ziliqar. A përdoret në vareza apo pranë vendeve që konsiderohen të ngarkuara? Tani te varezat mund të kenë qenë këtu para 4-5 viteve mund të kenë qenë që janë bërë dhe rituale santanike, por nuk janë më. Nuk janë më. Nuk janë më. Mund të jenë përdorur, po tani nuk e besoj të përdoren më. A është kjo magjia e kripës së zezë një nga magjitë më të forta? Është varet varet nga edhe magjistari, sapo që ka. Sapo që ka, varet se tani çdo njeri që ka polur që thotë shiko se unë kam fuqi e bëj këtë për këtë, por jetojmë në një botë që thotë shiko se tani unë e bëj unë, do ta bëj unë, ç'ke ti ta bëj unë, por është një gjë kohë që ka raste që edhe njerëzit i gënjen mendja, mund të bien edhe viktim, do të thënë janë gjëra që nuk i bëjnë dot. Nuk i bëjnë dot. Tani një gjë që ti bësh duhet të jesh ekspert në atë fushë për t'i bërë ato gjëra. Vetëm kjo mjafton të jesh ekspert në atë fushë. Vetëm të jesh i shkolluar për magji apo janë dhe fushë normale si Harry Potter. natyrshme? Harry Potter, shiko, se ti kemi parë shumë filma si Harry Potter ende këte. Do me thënë ka qenë posaçërisht. Unë kam folur dhe intervistën e parë, kam thënë që janë posaçërisht dhe manastire ose kisha që bëjnë magji dhe shkatrojnë magji. Do me thënë, duhet të jesh me eksperiencë, duhet të jesh profesionist në këtë punë. Kishat bëjnë magji. Jo kishat, më fal, janë posaçërisht shkolla që bëjnë magji dhe shkatrojnë magji. Më kupton? Në kish mund të shkatrohet një magji? Ashtu siç kemi Jo, kishën në kisha, shiko, kisha dhe xhamiat janë vende të shenjta që ti shko, bën një lutje, ndes një qiri dhe për të çliruar ato energjitë negative ose për të larguar syrin e keq. Kam dëgjuar shumë raste në kishën e Laçit që kanë shkuar Po, në karrige me rrota dhe kanë quar jak në thyer, po, Ka të zakonisht. bëjë me magjin kjo? Shiko, ka qenë një rast, kam rastësisur te Kisha e Laçit, se unë zakonisht kam shkuar te Kisha e Laçit dhe besoj dhe në momentin që kam shkuar atje, e kam ndjer vetëm më mirë, më kanë ecur gjërat mbar. Por kam edhe persona që më njohin dhe më kanë thënë që Elena, sidomos punëtorët aty që merren me shërbimet e kishës, më kanë thënë që neve në kishën e Laçit në përmure kemi gjetur thonjë, foto, gjilpëra, lecka, do me thonë dhe çfarë bëjmë, ne marrim i djegim. Një njeri që shkon për të falur, për të hequr ato energjitë negative. Por ka dhe persona që Kisha e Laçit është një vend shumë i mirë, është një vend shumë i mrekullueshëm. Unë e kam me fakte se më ka ndihmuar për çdo gjë, por është diçka që e përdorin dhe për keq. Ka qenë, është e vërtetë ajo që ka qenë me karrocë dhe është ngritur me këmbë. Është shumë e vërtetë. Edhe thotë që ka pasur magji. Në momentin që një person Sa zgjidhje gjejnë në këto vendet e shenjta? Njerëzit që janë të pushtuar, i ta quajmë nga magjia. Janë të pushtuar, po. Shiko, se Kisha e Laçit me thënë të drejtën është diçka se në momentin që ti thua shiko se un kam qejf të shkoj te Kisha e Laçit, duhet të shkosh. Jo ta bësh ti që shiko, e mëse do shkoj ditë tjetër ose pas nesër ose nesër pas nesër, më kupton? Është një gjë që ti kur e taks duhet të shkosh. Çfarë ndodh nëse nuk shkon? Do me thëmë mund të ndodhi diçka ose një tërslik ose ti bësh pishmam pse nuk shkova. Më kupton? Por është një vend shumë i mrekullueshëm që edhe vjen edhe nga jashtë shteti, do me thënë vjen nga jashtë shteti gjithë shqiptarë, sidomos në këtë kohë. Është the që ke dëgjuar dhe të kanë shkruar klientët e tua që në Kishën e Laçit kanë gjetur në përmure? Kam pasur dhe një rast, bile kam një shoqen time aty, kam pasur një rast dhe më ka thënë Elena, personi që shërben te kishës në momentin gjatë pastrimit ka gjetur thonjë, ka gjetur flok dhe në momentin që i ka djegur ka pasur një dhimbje koke dhe ishte smurur, por ka qëndruar 3 ditë në atë kishë dhe shëruar. Do me thënë, ka pas magji dhe në kish. Ka. Nga magjistarët. Po, Bëhen konkretisht për ndonjë person, çfarë fitojnë këto njerëz që bëjnë magji?
Tani, përveç dënimeve, vuajtjeve që Zoti ja kthen mbrapsht, se nuk I thon mos bëj keq, se po bëre keq do të vije keq, ja bëj mirë të gjesh mirë. Janë persona, janë të likë që ushqen me të keqen, por është puna se vi një kohë që Zoti ja kthen mbrapsht dhe në momentin që ja kthen, mund t'ja kthej të fëmia, mund t'i ndodhi një smundje, një vdekje, një operacion, mund të ketë një burg dhe është me pak të vaktuar. Për shembull, një person që bën keq, edhe thot, knaqa unë I bëra keq, po mos haro se Zoti të godet, nuk I thon kot, Zoti vonon, por nuk haron. Është shumë e vërtetë kjo. Po, është shumë e vërtetë. Këto magjistarët unë nuk e kuptoj si nuk kanë frikë. I dënon Zoti. Do vi koha që do I dënoj Zoti. Çdo gjë në kohën e caktuar, në ditën e caktuar, në orën e caktuar. Le të kalojmë tek mallkimi. A ka diçka reale, konkrete që quhet mallkim? Çfarë quhet mallkim? Shiko, mallkimi është gjëja më e keqe që një person, nëse një person mund të ketë një konflikt, mund të ketë me burrin, me gruan, me motrën, me vllajën, me çështje pronash ose me një person që nuk e do, dhe mund t'i thotë këtë që shiko, se ti vërtet më bëre mua dëm, po mos bësh pikën e ajrit, ose sa të rosh sa të kesh jetën do vuash, më kupton? Ose është diçka që të zëndçin mallkimet e mia, të zëndçin hakat e mia. Dhe është diçka që në një kohë të largët është diçka se ti nuk duhet të mallkosh në radhë të parë. Nëse ti mallkon, mallkimi të kthehet mbrapsht. Asnjëherë nuk duhet të mallkosh, po. Po nëse një person më ka hyrë në hak, mua më ka mërfitur, kam lotuar, edhe mallkoj. Të gjithë kemi qarë, kemi lotuar, okay, se çdo njeri ka thot vetat kemi qarë, kemi lotuar, por kemi thënë këtë gjë. Okay, më dëmtove, kam lënë Zotin larg, por asnjëherë s'duhet të mallkosh, se në momentin që ti mallkon, ai mallkimi të kthehet mbrapsht. Do me thënë mallkimi I bën keq vetëm vetes tënde, jo personit të fjalë, që të dëmton. Po. E kuptoj. A mund të mallkohet dikush vetëm përmes një objekti? Si përmes një objekti? Përmes personit? Po. Atyre objekt mund të jetë dikush, mund të jetë edhe me emër që e mallkon me emër, e mallkon me emrin e vet. A mjafton që dikush të besoj se është mallkuar që të filloj të përjetoj frikë dhe ankth? Shiko, në momentin që një person mallkohet, nuk e ecën fare, as në punë, as në dashuri, as në fat dhe nuk e ndjen që është I mallkuar, se ai mallkimi mund të zgjasë për 10 vite, 5 vite, nuk e kupton asnjëri atë mallkim. E çfarë duhet bërë për t'u hequr ky mallkim? Tani, nuk s'mund të heq, të them që do heq mallkimin, s'mund të heq, se janë gjërat si të shiko sa tani, unë nga astrologe nuk mund të bëjmë ginekologe, ose mund të bëjmë doktoresh, ose mund të bëjmë shkencëtar, çdo gjë ka fushën e vet. Edhe atë mallkim vetëm janë persona posaçërisht që mund të heqin atë mallkim. Hoxh. Tani mund të jetë hoxh, mund të jetë prift, mund të jetë edhe një person që mund të bëj lutje, por zakonisht këta mallkimet mund të heqin hoxhallarët dhe eksorcist ose priftërinë që bëjnë lutje. Po për shembull, okay, unë jam zënë me X person dhe e mallkoj. Po. Tani më ka bërë, domethënë të ndihem keq sa unë e mallkoj. Ekziston kjo mundësia që mallkimi nuk e zem më deri në momentin që t'ja heqi unë mallkimin dhe t'ja bëj halal. Shiko, kanë thënë që shiko, është edhe puna ati magjistarit Gana, se për shiko një çik dhe thoshte se shiko se unë këtë lojtare kam mallkuar, do heqi mallkimin dhe ka qenë e vërtet, se tani në Shqipëri nuk ka magjistar, nuk ekzistojnë magjistar, por jashtë shtetit Nigeri dhe në Afrikën e Jugut po. Ka që I mallkojnë dhe pastaj heqin dhe mallkimin. Okej, tani kam disa pyetje ngacmuese për ty. Pak ngacmuese, pak personale, po që njerëzit të dinë më shumë. Sekrete ti zemra, më thuaj. Elena, a ke përdorur ndonjëherë personalisht kriptë të zezë? Unë absolutisht jo. A ke qenë ndonjëherë e pranishme në një ritual okult? Absolutisht jo, asnjëherë. I kam pasur frikë, bile kam qenë kundra këtyre gjërave, edhe kur kam bërë intervistat, kam qenë kundra magjive të zeza, kundra këtyre gjërave. A ke refuzuar ndonjë person që të ka kërkuar të dëmtoj dikë tjetër? Jo, po të them që mund kem refuzuar shumë. A të kanë kërkuar ndonjëherë të ndash çifte?
tani për çifte. Zoti i madh. Shiko, unë jam familjare vetë dhe kam një familje të mrekullueshme dhe në momentin që unë kam një konsultim i them je martuar, po, më ka ndëry personi tret ose kam një lidhje jashtëmartësore duhet ta ndaj. I kam thënë, faleminderit që më kontaktove, nuk je për mua, drejto vend tjetër. Dhe në fund fare bëhet edhe një blog, që mos më kontakto më, nuk je për mua. A të kanë kërkuar të kthesh një ish partner? Nuk kam pranuar dhe s'kam për të pranuar asnjëherë. Pse? Për arsye se nuk shkatroj familjen, janë gjëra që nuk më... Jo, unë ndava me të dashurin, uzura jam ndarë dhe të vitë të kërkoj ty që të më ribashkosh me. Jo, janë gjëra që nuk bëhen, është diçka se ka të bëjë me energji. Ka raste që energjia e ribashkon, ka që nuk e ribashkon, por është diçka që Zoti të ndan dhe Zoti të bashkon. Çdo gjë është, shiko, është një fjalë vjetër siç thonë edhe gjyshërit tonë, që çdo gjë është shkruar në ball. Dhe në çdo gjë kemi të shkruar ndarjen, vuajtjet, ripajtimet, ribashkimet. Bukur. A të ka ardhur ndonjë person i njohur publik te ti nga frika e një mallkimi? Shiko, kam pasur një këngëtare, bile ajo ka qenë shumë e mirë, po them këtu e 20 vjet më përpara, nuk do t'ja përmend emrin. Kur më prezantohet, ishte shpërfituar një femër shumë e mirë, shumë simpatike, shumë e bukur, kur e kam parë. Dhe i kam thënë, domethënë më prezantohet me emrin dhe këtë, bëj një bisedë edhe unë kam qenë e fejuar tot, por në momentin që u fejova, humba karrierën, domethënë kam humbur burin, humba karrierën, humba çdo gjë dhe nuk del më në skenë. Oh, gjuna. A ke parë ndonjë objekt që të ka bërë realisht të ndihesh në rrezik? Objekt, shiko, unë jam tip që i ndjej gjërat dhe në momentin që do bëhet diçka, i ndjej. Mund të kem edhe dhimbje koke, ose mund të kem edhe gjendje të fikti që e kuptoj që bëhet diçka, vetëm nga energjia që kam. A ke marrë ndonjëherë kërcënime për shkak të deklaratave të tua? Çfarë deklaratash? Këtyre që ke bërë, prononcimeve në intervista, parashikimeve. Shiko, kam parë komentet negative, jo gënjen, jo mashtruesa ndaj këtë, por me thënë drejtë kam shumëzuar me 0, i kam bërë nivelin 0, se çdo njeri që bën një koment negativ, duket që nga komenti që bën që është person negativ, ose në gjuhë popullore siç e themi ne shqiptarët, që nxjerr vrerë. A beson se njerëzit mund të kontaktojnë me shpirtrat? Dëgjoj, kjo është diçka që të kontaktosh me shpirtrat, mua më duket si absurde. Si absurde, se një shpirt shkon lart në parajs ose në qiell. A mund ta përdor dikush astrologjin për të manipuluar një person emocionalisht? Po, tani në rrjetet sociale ne shikojmë shumë që kanë bërë për astrologji, një njeri që thotë në momentin që mund të ketë pasur një lidhje dashurie dhe është ndarë dhe kërkon mbështetje, mund të bjerë dhe viktim, por unë kam pasur dhe raste në momentin që më kanë thënë bile kisha dhe një gocë sot, më ka erdhur një kliente shumë keq. Ajo ka qenë 7 zane, kishte pasur një lidhje me të huaj dhe kam tha 4 muaj që jam ndarë. Thash, dëgjoj, ai personi që të ka ndarë të ka hyrë në ak. Të ka hyrë në ak edhe është diçka se ishte shumë e rënduar nga ana psikologjike. Dhe në momentin që më vinë, do me thonë, marrim telefon, më kontaktojnë dhe ka raste që them, shiko, se në momentin që mbushën synë me lot, i them, dëgjoj, e di se shpuna, qaj, shpreu. Do të thonë, nëse ti do bësh një parashikim, ke dhe një këshill shpirtërore. Dhe ja kam afruar këtë, ke dhe një këshill shpirtërore dhe në momentin që kam mbaruar parashikimin, në momentin që kanë ndetur 2-3 orë mbas parashikimit, më kanë thënë që Elena nuk e di, por që në momentin që fola me ty më dhe një qetësi shpirtërore dhe ndihem më mirë, më qetë. Tani për ta mbyllur këtë, dua të di se si dallon një astrolog serioz me një mashtrues. Shiko tani astrolog, të flasim duket një njeri që nuk ka bërë, se unë thash kam bërë kurset, kam bërë shkollat, kam qenë me profesion 7-8 vjet. Duket se në momentin që një njeri bën parashikimi, nuk i del parashikimi.
Dhe unë kam shumë raste. Rasti që kisha sot klientëm më tha, shiko, e di se shpuna po ta them troç. Kam shkuar më shumë vende tha nuk më ka dalë parashikimi. I thash, e di se shpuna, mos më thoj fare, do më thosh vetëm shenjën e horoskopit se një astrolog që është i vërtet astrolog, sidomos unë nuk jam te planetarit, po jam te taroti, gjithmonë se më pëlqen taroti fusha ime, edhe nuk e ndroj, por është puna se një astrolog i vërtet duhet të zbërthej sekretin personit. Do të thonë, jo se është puna se ka dhe astrolog që bëjnë muhabete, në momentin që bën muhabet thotë shiko se të njëjtat gjë. Unë të thash këto ti më the, më kupton? Po një astrolog që është tamam, ty Klea nuk të di asnjë gjë çfarë ke me të kaluarën tënde dhe në parashikimi që të ka bër, ti më the si më gjete, më kupton? Që unë nuk kam ditur asnjë gjë për të kaluarën tënde. Dhe duhet ka të bëjë dhe energjia, ka të bëjë dhe intuita, por duhet të jetë një astrolog që i zbërthejnë gjërat e tua. A mund të shikoj një astrolog filxhan? Jo, kam pas shumë bile. Shikoj se vim te filxhani, çdo njeri tani, se edhe ne kur kemi qenë të vogla 17-18 vjeç, kur ishtja na ka bërë për të parë filxhan, por një astrolog do ri vetëm te letrat. Do ri vetëm te letrat tarot, se tani unë jam astrologe me letrat tarot dhe tani të marr filxhanin i bie që të bëj të ngatroj kekun me byrekun. Në gjuhë popullore. Tani të lej letrën, të shikoj filxhanin i bie dhe astrologe dhe fallxore. Se kam marrë edhe këto komentet negative, shiko se unë i them tani përderisa unë them astrologe spirituale dhe shikoj komentet fallxore. Edhe nga do njërë qesh me vetën time, them, po mirë, ku e pet ti fallxore, ku e pet ti filxhanin? Ose ka që shikojnë filxhan dhe thonë filxhan tarot. Tani, si mund të marrësh ti letrën dhe filxhanin të shikosh tarot? Kjo është një gjë absurde. Ti shikon filxhan? Jo, nuk kam parë asnjëherë dhe nuk shoh për arsye se siç e themi ne që është shrik. Se çdo njeri tani edhe kurioze është një person ose çdo femër që bëhet kurioze që hajde se beson ti ato që shikojnë filxhan? Te fallxorët? Shiko, unë nuk kam besuar te fallxorët, por po flas që ka që t'i gjen, po flasim për të kohë të largëta. Nuk dua t'i shaj, se nesër pas nesër nuk i diet. Kurse ditë që na thot mendja neve të dyja dhe them Klea, hajde shkojmë te fallxori. Shopim në një fallë. Si do na vej situata neve të dyja, edhe i respektoj. Çdo njeri ka fushën e vet. I ke kolege fallxorët? Jo, nuk kam, por i respektoj. Do me thënë fallxori ka punën e vet, çdo njeri ka risun e vet. Tani Elena, jemi në rubrikën e pyetjeve të shpejta që ti të zgjedhësh vetëm një alternativë. Atëherë, mbrojtje apo mallkim? Më mirë mbrojtje shpirtërore se sa mallkim. Okej. Astrologji apo magji? Më mirë astrologji se sa magji. Besim apo frikë? Besim. Mit apo realitet? Realitet. Krip e bardhë apo krip e zezë? Krip e bardhë më mirë. Energjia e mirë apo energjia e keqe? Energjia e mirë, jo e keqe. Qiri i bardhë apo qiri i zi? Qiri i bardhë. Hëna e plot apo hëna e re? Hëna e re. Ëndër apo parandjenj? Parandjenj. Fat apo zgjedhje personale? Fat, çdo gjë është me fat. Ritual apo lutje? Lutje më mirë, se lutjet janë më të mira, prandaj nuk i thon kot që o Zot pranoj lutjet tona. Okej, mbrojtje shpirtërore apo një ndihmë psikologjike? Shiko, edhe ndihmë psikologjike do bëhet mirë, është diçka se çdo njeri nuk ka nevojë për astrologe, ndoshta ka edhe nevojë për psikologe. Se kam pasur dhe persona klient që kanë thënë, për mua nuk je për psikologe. Okej. Syri i keq apo rastësi? Shiko, ka të bëjë dhe syri i keq, nuk i thënë që të ka kapur syri i keq. Ja, e kuptoj. TikTok apo libra të vjetër? Më mirë të lexoj një libër se sa në TikTok. Astrolog serioz apo skeptik racional? Serioz, sa më serioz është shumë mirë. Të dish të ardhmen apo ta krijosh vet? Shiko, tani të ardhmen asnjëri nuk e di dhe unë si astrologe nuk e di të ardhmen time, se sot jam këtu, nesër pas nesër nuk e dihet. Dhe asnjëri nuk e di të ardhmen. Do me thonë, letrat tarot janë thjesht që të japin një këshill, të japin një parashikim çfarë do ndodhi, do me thënë këtë muaj ose muajin tjetër. Po të ardhmen asnjëri nuk e di. Përveç Zotit. Dashuria apo obsesion? Po mirë dashuri se sa obsesion. Falje apo hakmarrje? Më mirë falje se sa hakmarrje. Okej. Dritë apo errësirë? Më mirë dritë se sa errësirë. Elena kurioze apo Elena e friksuar? Shika, unë i thon një fjalë që kurishtja vret macën e bekuar
dhe më kujtove diçka, ka qenë një gocë, domethënë me të dëgjuar, ka qenë një gocë dhe Zoti si kishte dhënë fëmijë dhe në vend të fëmijës i jep një macë të bukur. Jep një macë të bukur dhe kjo për ditë i thoshte sa e bukur, sa e bukur, sa e bukur. Je dhe një ditë i ngort macja dhe i thot i lutet Zotit, o Zot pse ma more? Është gojdhën dhe i thot Zoti, unë ta dash, po ti do me thënë vetëm nga kureshtja, do me thënë me kureshtjen tënde ti e ngort dhe këtë macit, do me thënë kureshtja vret edhe macën e bekuar, se macet janë edhe të bekuara. Tani disa pyetje vetëm për ty. Xheloza apo romantike? Tani unë jam çik xheloze, si shenjë demi që jam. E pranoj dhe vetë. Na foli herë për jetën tënde personale, Elena, se mbetet të fol për ne, për magjit, për të na dhënë mend të gjithëve. Unë jam një tip që për jetën time private nuk kam fol asnjëherë. Domethënë e kam mbajtur private dhe shumë mirë bën, por çfarë je xheloze ti, Elena? Tani xheloze në cilin kuptim? Në partneritet, Elena? Në partneritet. Kush është më shumë xheloz ti apo bashkëshorti? Jo, ne jemi të dy që nuk jemi xheloz dhe njëri tjetër. Unë jam çik xheloze, po përsëri e balancoj. Po romantike aje? Romantike jam unë. Ai kemi çik fanatik. Elena, tani do doja një mesazh për të gjithë shikuesit që na kanë parë, na kanë mbështetur, por dhe për ato negativët që na kanë sharë. Atëherë, për negativët, le të rinë negativ, për pozitivët, le të rinë pozitiv. Atëherë unë duhet të falenderoj të gjithëve për mbështetjen, suportin dhe të gjithë komentet e mira që na keni dhënë dhe ju duam pafund. Ndërsa për ju negativët, mirë është të bëni pozitiv për paqen tuaj shpirtërore, por për ne nuk ka asnjë problem se ne jemi dhe më mirë kur kemi komente negative, se do të thotë, "Okej, është gjithçka okej." Na shtohet më shumë fama. Fama. Mos më ndiq. Mos më ndiq. Do të ndjek. Mos më ndiq. Do të ndjek në vibe më. Klea. Bravo, do të ndjek në vibe, Klea. Na ndiqni 2 herë në javë. 2 herë në javë në emisionin Klea Kiça Elena Demollari do flasim për astrologjin, letrat tarot. Edhe do bëjmë atë që e tham me edhe bëjmë dhe për pastrimin e energjisë negative dhe telefonatat me klientë. Privatësia e klientëve do ngelet 100% sekret, do idh vetëm zëri, se do ruajmë dhe privatësi. Patjetër. Ju falenderoj shumë që na keni ndjekur. Faleminderit edhe ti, Elena. Faleminderit edhe të Klea. Do shifemi përsëri. Tani jam shumë e lumtur që në Vibe kam një mikun tim të vjetër. Ai është Sokol Mandri. Sokol Mandri ka pasur gjithmonë talent muzikën dhe unë e di mjaft mirë se sa i talentuar është. Së fundmi ai ka qenë pjesë e Talent në shtëpi. Sokol, mirë se erdhe dhe jam shumë e lumtur që të kam. Gjithashtu shumë i lumtur që jam pjesë. Nuk ma kishte prit mendja kur që ne të dy do të jemi sot këtu ku jemi. Asun. Si ka mundësi, ha? Po jam shumë i lumtur që po ndaj këtë eksperiencë me ty. Jam e lumtur që një miku im ka arritur kaq lart, edhe jam e lumtur që të kam në studio. Por është edhe pak e vështirë që të mbajmë ne këtë intervistën, moderatore i ftuar. Pra se ne i dim edhe shumicën e gjërave për njëri tjetrin. Po pra, s'ka gjë, nuk i dim publiku. Po. Atëherë Sokol, unë e di shumë mirë se si ka lind dëshira jote për muzikën, por unë dua ta ndash sot me ne edhe për publikun. Shiko, muzika ka lindur që në moshën 5 vjeç. Ti e din, me babin që ka qenë profesor muzike për mua, ka ndihmuar shumë, ka dhënë shtys, që unë filloja të merresha shumë më shumë me muzikë. Ndërkohë edhe babi nga që dhe profesori im, që e përshëndesim shumë, dhe më ka marrë shumë malli për ata kohë dhe ka qenë një burr mjaft me vlera dhe i talentuar. Shumë faleminderit. Njëjtë si ti? Edhe ti duhet jesh më fat. Besoj sa gjysma e titë, ja. Do të je. Mirë, je nice. Kur e kuptove që ti doje ta ndiqje muzikën seriozisht? Shikon, në momentin që ne dilnim në ansambël më përpara, në moshë të vogël, ndjenja kur dilje para publikut, e ke parasysh emocionet e çdo gjë, ishin diçka që nuk ke si ta përshkruash, është ndjenjë më vete, emocion më vete. E mendoj që sa më shumë të merresh, aq më shumë do fitosh, aq më shumë rritesh në muzikë. Përveç babit, kush ka qenë personi i dytë që të ka mbështetur më shumë në këtë rrugtim? Shoqëria, familjarët e tjerë, të gjithë, besoj. Të gjithë ato që kanë pas të bëjë ditë për ditë. Ishin gjithkohës që shikoj meru. Ne gjithmonë shikojmë vetëm ajo çfarë del, ajo çfarë duam të tregojmë. Por jo të gjithë e dinë se çfarë do lloj pune ka sfidë dhe sakrificë.
Cila ka qenë sfida më e madhe që ke hasur në këtë lloj pune? Mendoj provat, çdo gjë që duhet të ishte në kohë, ti e din shumë mirë, besoj që nëse nuk shkonin në prova në orar, e dinim ne çfarë heqnim andej, po. Kështu që ja. Çfarë zhanri të përfaqëson më shumë? Për momentin mund të them pop, pak rock, balada është e imja personale, besoj, është asin në mëngë. Po ndonjë popullore do na këndosh ti se Po popullore dhe kena pas që po pra, prandaj dua një déjà vu, më ka marrë shumë malli protokol, nuk e di për ty, po mua më ka marrë shumë malli. Dhe mua më ka marrë shumë malli kur mblidheshim të gjithë bashkë. Super ko. Tani unë dua të di se si të erdhi mundësia për të qenë pjesë e Talent në shtëpi. Talent në shtëpi, thjesht isha në Instagram duke bërë scroll dhe më doli si gjë. Në atë moment thjesht ju shkruajta, u bëra pjesë, shkova në audicionet e para, pranova. Pastaj dola në audicionet para jurisë. Si përjetove ato eksperiencë? Ishte në backstage të një tmerr i vërtet, kishte emocione. Emocione. Sepse neve nuk jena mësuar duke dalë përpara një jurie profesioniste. Ne jena mësuar të kap mikrofonin, të dalë para publiku që jo të gjithë dinë rreth muzikës, thjesht e shijojnë muzikën. Pa ato ishin persona që dinë shumë rreth saj. Sikur një stonatur e vogël të bëje, e ke parasysh do e kapnin. Po shqyr sotit ja dola, mora pikët maksimale në audicion. Po pra dhe disa jam lumturu? E disa krenare jam ndjerë? Jo vetëm unë, për të gjithë ne që kemi qenë pjesë e jotja dhe vazhdojmë të jemi. Normal, do vazhdojmë gjatë. Do vazhdojmë gjatë sepse ti je një person që na bën të ndjehemi krenar dhe jam shumë i lumtur që jo vetëm si një miku im, por që na përfaqëson dhe ne di branëve, mos o kol. Po. A kishte rivalitet aty? Rivalitet nuk mund të them, sepse ishte më shumë çdo njeri që ishte aty, çdo person që ishte aty ishte me qëllim që të dalë mirë në audicion, të dalë mirë në performancën aq, që parasysh të fitoj kush ta fitoj, të fitoj më i mirë me pak fjalë, që e fitoj më e mira, Melisa, shoqja jon, kështu që Melisa është një yll bota, edhe e meritonte. E meritonte realisht. Të gjithë e dinin që ajo do e merita. Unë e kam dëgjuar Melisën kur ka kënduar një këngë, kur ka kënduar Haridin Pashëm, Malit e Dibrës. Më ka rrënqethur. Gjithashtu? Është një talent. Është vokaliste perfekte, shumë e mirë. Ti çfarë ke më pak se Melisa? Nuk është se kam më pak se Melisa, thjesht të dy jemi edhe çik si zhanra të ndryshëm, e ke parasysh. Po Melisa është zë femre, unë jam zë mashkull, jemi. Kuptoj, ku ndryshon zëri i femrës me zërin e mashkullit? Tek notat, femrat shuen që kapin lart, ndërsa ne çunat jemi përposhtë gjithkohës. Sokol. A mendon se kjo eksperiencë të ka ndihmuar në karrierën tënde? Më ka hapur shumë dyer, do thoja. Me producent të rinj, me njerëz të rinj, tek shkrues të rinj, që po merremi dhe me ca këngë të tjera. Do të publikosh këngë? Po, normal. Sa bukur. Balad, besoj. Jo vetëm. Po, ka ndonjë këngë që lidhet me historinë tënde personale, apo me diçka që ti ke kaluar? Besoj që çdo këngë që unë do nxjerr do lidhet me pjesën time. Unë jam shumë kurioze të di për këto këngë të dashurirave. Për momentin single. Nuk ka. Po ndonjë e shkuar, mbase e haruar, mbase jo. Unë kur ti e din shumë mirë që unë kur them jo, ose mbyllet diçka, është mbyllur, nuk s'ka më vazhdim për të. Do kalojmë pastaj te dashuria, Sokol. Nuk do ikësh këtu pa folur për dashurinë. Çfarë do të thotë muzika për ty? Gjithçka. Pa muzikën nuk jetoj dot. Domethënë, unë sa hap syt jam duke dëgjuar muzikë ose duke kënduar. Njëtën kohë. Nga çfarë frymëzohesh kur këndon? Nuk është se kam një frymëzim specifik, jam thjesht muzika më frymëzon mua. Cilët artist të kanë pëlqyer? Varet, unë gjej shumë muzikë të huaj, gjithashtu dhe shumë shqiptar. Ylli Limani për shembull, është një nga hitmakersa që ne kemi këtu në Shqipëri. Të pëlqen Ylli Limani? Vokalist shumë i mirë, këngë shumë të mira. Flori Muajesi gjithashtu, shumë të tjerë. Me kë do doje një bashkëpunim? Të dy këto që përmend. Po tjetër me ndonjë të huaj. Të huaj. Tani për shqiptar, Dua Lipa do ishte perfeksion, po. Do ishte.
Ku e sheh veten tënde pas 5 vitesh? Kjo pyetja që gjithmonë ndodh. Nuk e di, do me thonë, pas ta lënë në shtëpi, nuk di çfarë të pres më, ke përse po më hapen dyert, një pas një, jam shumë, nuk e di, jam shumë, Nuk se din kam as prit, vetë çfarë zbjas, vendosësh. e vërtet, Po të jesh talent nuk është gjë e vogël. e kam kuptuar këtë gjë. Pra. Çfarë bën në kohën e lirë ti? Dalim, lidhem me shoqërinë, dalim, Me shoqërinë vetëm? vetëm me shoqërinë. Ose me ndonjë kush i kështu. tek Po me këtu. ndaj shoqe. Po edhe me shoqe ndonjëherë. Me shoqe? Shoqe. Ndonjëherë. Ndonjëherë. Përveç muzikës, ke ndonjë talent tjetër? Tani muzika është, besoj, Po një gjë tjetër do e more kesh than ti? enough, s'ka. Po i fokusohemi vetëm muzikës për momentin. To talente tjera nuk duam t'i shfaqim se nuk Unë i di për vete. prandaj po them. O, zoti madhje. Tani je më shumë tip familjar apo tip social? Për momentin social. Do me thënë jam dhe familjar, po jam edhe social në të njëjtën kohë, jam të dyja nga pak. Mundoj të bëj të dyja, Balans. balans. Çfarë vlerëson më shumë tek një njeri? Të jetë i sinqert. Sinqeriteti, mendon se Sinqeriteti është e vështirë patjetër. të gjesh dikë të sinqert në ditët e sotme? Është. Janë të gjithë sipas interesave. Po falenderoj Zotin që deri tani shoqërinë time kam gjithë. Nuk ka sinqert. dalë ndonjë interesatxhi deri më tani nga shoqëria edhe para talentit në shtëpi apo sidomos pas talentit në shtëpi? Jo, unë T'janë afruar më shumë apo t'janë larguar apo kanë ndetë konstant? konstant, se kam pas shoqërinë time, shoqëria ime ka qenë ato që gjithmonë më ka shtyrë me shku në për këto kompeticione, këto gjëra. Kush është personi që të motivon më shumë? Familja, mami. Gjithmonë. E je romantik? Pak. Po pse pak? Ose jam, ku dy unë, ta shpjegoj. Nuk e di. Apo varet me tipe? Varet nga personi tjetër. Kush të godet në zemër je romantik, kush jo nuk je romantik. Ke fol, Po unë gjithmonë flas. e vërtet. Zemra jote tani është e zënë apo e lirë apo në lirë, kërkim lirë. të një dashurie apo një kërkim të një drite jeshile? Dritë jeshile, do thoja. Mendon se do i gjesh së shpejti? Apo nuk je person që ke intuit? Nuk është se jam në kërkim, me thënë drejtë, për momentin jam fokusu vetëm tek muzika për momentin. Vetëm muzik. Vetëm Me që vetëm jemi muzikë. tek fokusimi, si duhet jetë partnera ideale për ty? E sinqeriteti ta thash është patjetër, është baza. Tani kam disa pyetje të shpejta për ty, Pa. që do zgjedhësh vetëm njërin alternativ. Pa, Të nisim. Go. Këndim live apo studio? live. Popullore apo moderne? Të dy. Verë apo dimër? Verë, Det apo mal? det. Mëngjes apo natë? Nat. Që të thonë mëngjes, po jo, nat. TikTok apo Instagram? Instagram, Kafe apo çaj? kafe, Kostum apo sportiv? kostum, Romantike apo me humor? humor. Bruna apo bjonde? Të dyja, nuk... Të dyja kanë lezetin e vetë, mendoj. Njëra pak më shumë? Bruna. Bruna. Veriore apo jugore? Veriore. Dashuri apo karrierë? Për momentin karrierë. Koncerti madh apo atmosferë familjare? Koncerti madh. Mikrofon apo kitar? Mikrofon. Të këndosh në dasma apo në koncerte? Të dyja. Do me thënë të këndosh në dasmë në momentin kur hyn çifti. Është shumë Emocion. bukur është, Po në për koncerte. Ti do jesh i ftuar në dasmën time kur të futem unë me burrin tim. Po. Një artist që e admiron. Flor Majesi. Një sken ku ëndërron të performosh. Eurovisionit. Tani mes kësaj interviste, bisede kaq të bukur, për mua, nuk e di për ty, Shumë e bukur. unë dua një mesazh nga ana jote për të gjithë të rinjt që duan të provojnë talent në shtëpi ose kompeticione të tjera që kanë të bëjnë me muzikën, me këndimin. Çfarë u jep të gjitha? Mendoj që provojeni, vetëm provoni. Sepse nuk ju bë keq. Ajo vetëm ju rrit shumë e më shumë. Mos u ndalni për asnjë.
Po nëse kanë frikë paragjykimet, duke qenë se ne jemi një vend që paragjykohemi shumë. Shiko, paragjykimeve në momentin që ti po shkon në një talent show dhe din shumë mirë që ti këndon ose ti performon mirë, s'ke pse ju ndalesh. Komentet negative do kesh gjithmonë, gjithë jetën do ndjekin, po ti me veten tate duhet të jesh. Ti ke patur komente negative? Shqyr s'do t'i dia. Shqyr. Shqyr. Po edhe nëse do kishe nuk është Po s'do i kisha pramenjë në fakt se fundit unë e di shumë mirë sa talent kam, sa këndoj. Atë rëndësishme është të jesh i pëlqyer nga njerëzit që ti i do. Po pra, në momentin që kisha mbështetje nga gjithë familjarët, shoqërinë time, mendoj aq është more than enough. Tani është momenti i të këndosh. Por përveç këngës që ti do ke zgjedhur të këndosh, të performosh, unë dua dhe një muzikë popullore. Ta këndosh. Këtë këndoj përpara. Popullore një herë, zemra. Apo ta lejmë ëmbëlsirën për fund me që më pëlqen mua për. Okej, nisi. I'm begging you, so put your love in hand now, baby. I'm begging you, so put your love in hand now, darling. Vetëm një refren apo? Jo, s'ka gjë, tani popullorën zmazjati çik popullore. Në i këngë që kena pasur në asambël. Pse amore dritën e hanës e vone në bal. Pse amore dritën hanës e vone në bal. As ma falë një shanin cuco, Zotit ta ka fal. Zja ta dorën, puta mollën, e mora belhollën, oh, e mora belhollën, oh. Na ke kthyer shumë. Po pra, shumë. Sokol, unë isha shumë i lumtur që të kisha në vibe. Shumë i lumtur. Shumë kënaqësi, të uroj shumë sukses, se ti e meriton, jo vetëm si je miku im, po përsëris 100 herë, por ti e meriton, vlla. Kënaqësia është e imja dhe të falenderoj shumë edhe jam shumë i lumtur që po të shoh. Kaq lart sa ke ardhur deri tani, shpresoj të shoh dhe më lart gjithmonë. Të falenderoj. Se e meriton. Thank you. Ja, pra kështu i erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11, mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.